Po, unë si stomatologe kisha këshillu të gjitha nonat me pas një kujdes shumë të veçantë për dhëmbët e fëmijëve, edhe pse tek ne është ajo idea se hajtë se është i vogël dhe nuk i kushtojnë shumë rëndësi dhëmbëve qumshtit. Këta dhëmbë kanë mi undru, kanë mi dalë dhëmbë të ri, po jo, është gabim shumë, është një koncept shumë i gabun. Duhet gjithmonë mu kujdes shumë për pastrimin e dhëmbëve, sepse prej mos mbajtjes së higjienës vjen deri te kariesi, pastaj te pulpitet, te absceset, te nekroza absceset edhe infeksionet më të mëdha të padëshirueshme, që janë normal janë shumë padëshirueshme, sidomos për një fëmijë. Sa është rëndësishme edhe përgjedhja e duhur e pastës së dhëmbëve, brushës së dhëmbëve, duke marrë parasysh që dallon prej moshës në moshë, sa shpesh duhet me undru, disa këshilla, ndoshta edhe për të rriturit. Po, normal brushat paktën një herë në 2 muaj të përthan një herë në 2 muaj duhet me undru, që t'jetë ma e pastër, për shkak se edhe ato fibrat, nuk janë ashtu si duhet gjatë pastrimit. Priam. Ullu shpit se këtu dhëtë. Hajde do t'mi tregu tetës që si pastron priam A i pastron dhëmbët, edhe sa herë në ditë i pastron, apo më tregon? A bëjmë të pa njëre dhëmbët, hajde tregoj si pastron ti me mamin dhëmbët? Hajde tregojna bashk. Apo vjen tonë më tregu? Hajde qëto. Hajde tonë në tregoj. Ullu të teta dhe tregoj. Edhe ti shoh dhëmbët sa të bukur i ki. Ama ti shoh njëra? Kom haru në stanë. Qka ke haru? Kom haru mi pasru. Ka haru mi pasru. Zbesoj që ka haru nana me ti pasru, edhe nëse ke haru ti. Me thonë drejten, kundërshton shumë. Nuk e di pse nuk e ka qefit, sidomos pastën e dhëmbës, e le një farshie jo të mira, ajo është normal, dhe gjithmonë thotë, mam, pastromi po pa pastë. Normal që pa pastë nuk është e efektshme. Mirë, po ne duhet gjithmonë me insistu me abu sa ma atraktive, që fëmija me u bind që duhet me i pastru dhëmbët, që është shumë i rëndësishëm për ta. Si mundesh me mashtru një fëmijë për me ja pastru dhëmbët zakonisht, pasi që e ceke që kundërshtojnë shumë shpesh? Po, edhe priami kundërshtojnë shumë shpesh, po unë mundohem me abu sa ma atraktive. Tash ka edhe brusha formave të ndryshme, elektrike, dhe këti vjen interesant. Me thonë drejten, gati se çdo ditë nga një brush tre ka priami. Hajde. Për shkak se janë me ato figurat, jo me Batman, me Spider-Man, edhe këti vjen interesant. Se vetëm një brush i buhet shumë shpejt bajat. Priam, cilën e ki brush të preferume, e ke ndonjë me film zatimor, Spider-Manin, Batmanin, cilit pëlqen më shumë? Hajde. Kush pëlqen më shumë? Tregoj? Batmanin. Batmanin pëlqen më shumë? A e ke me ble edhe brushën me Batmanin, me i la dhëmbët më mirë? E kom ble. E ki ble? Tët i kom ble. Cilat pëlqen më shumë? Një letër dhe një pas. Cilat pëlqen më shumë, Batmania, Spider-Mani? Batmania? Batmani, po. Sa brusha e ki, tregoj tetës? I kam 2. Veç 2-a? Po. Ty që i pëlqen pak më shumë i paska. Sa në ditë i pastron dhëmbët Priamja, mundesh me më tregu që i pastron dhëmbët? Bravo.